përmbajtje qëtë? Natyrisht se marrë parasysh faktin se në aspektin edhe global edhe tërheqjen e mbështetjes me fonde nga qeveria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka ndikuar jashtëzakonisht tepër dhe efektin më të madh në ka pasur edhe në aspektin e mbështetjes financiare të shoqërisë civile, gjë që ka qenë sidomos viti 2025 ka qenë një bumerang shumë i madh. Mirë po, natyrisht që mungesa e mbështetjes financiare jo nga donatorët është çdo vit më tepër është në rënje sipër, dhe çdo vit më tepër është një lloj sinjali edhe nga donatorët, sepse çdo kohë në secilin vend të Bashkimit Evropian, organizatat jo qeveritare përmes fondit cilën e krijon ai shtet i mbështet organizatat jo qeveritare bazuar në profilin dhe projektet cilët ata i kanë. Jemi në situatën ku është momenti i fundit që institucionet tona krahas asaj pjesës së premtimeve dhe iniciativave për reformën në drejtësi, natyrisht që edhe ndihma juridike dhe mbështetja e organizatave jo qeveritare përmes një fondi i cili natyrisht që duhet të ishte i pavarur, jo me të ngushton këtë aspektin që të kryejnë veprime ashtu sikur ka ndodhur fatkeqësisht edhe sikur po ndodh akoma dhe sot, ku kemi shumë organizata që marrin fonde nga institucionet e shtetit, por që kryejnë punë në një farë forme, mos them punë të pista, mirë po kryejnë punë për të mbuluar disa gabime ose disa mosveprime tjera të qeverisë. Natyrisht në këtë aspekt ne edhe po të kishim mundësitë e tilla, ne do refuzonim fondet e tilla për shkak se do të cënoj pavarësia dhe integriteti edhe profili i organizatave jo qeveritare. Jemi në situatën ku organizatat jo qeveritare tashme, me që po flasim për ndihmën juridike, kemi një profil të organizatave jo qeveritare cilat ofrojnë ndihmë juridike falas. Nëse mund ta marr një shembull, para disa viteve kam qenë me një vizitë studimore në Londër, në kuadër të një programi për ndihmë juridike, ka qenë regional, faktikisht ka qenë program evropian, ku kanë qenë përfshirë edhe vendet e Bashkimit Evropian. Në qyteti Londrës, mënyrën se si e ka të rregulluar bashkëpunimin dhe mbështetjen e organizatave jo qeveritare ka qenë fantastik. Për mua ka qenë një shembull i cili duhet të mirrej parasysh edhe këtu, të bartër edhe këtu. Shërbimet sociale, përfshirë edhe ndihmën juridike, shërbimet cilët me një kosto shumë të lartë do t'i kushtonin qytetit të Londrës, dhe futja në partneritet me OJQ që t'i krynin po të njëjtat shërbimet, të njëjtin nivel, i kushton të jepte një kost të 30% më të ulët, se sa do t'a krynin vetë institucionet e qytetit të Londrës. Dhe në këtë rast, kishin gjetur modelin që 70% të buxhetit i jepnin organizatave jo qeveritare për t'i kryer shërbime të caktuara, dhe 30% që atër organizatat jo qeveritare mbetëri që të kërkonin donacione, kërkonin fonde për të plotësuar atë zbrasirën prej 30%. Modelet e tilla duhet të mirëshin shumë për bazë që jam shumë i sigurt që do të funksiononin edhe këtu, sepse kemi 26 vite që nga lufta dhe për 26 vite organizatat jo qeveritare kanë arritur në atë fazën që janë në gjendje që të funksionojnë, janë në gjendje që të operojnë dhe të ofrojnë shërbime profesionale, ndoshta edhe më profesionale se sa i ofrojnë institucionet shtetërore. Dhe në këtë kontekst, jemi në ndihma juridike ngelet si një obligim dhe detyrim kushtetues, është kategori kushtetuese, pavarësisht që kemi agjencinë për ndihmë juridike, kemi odën e avokatëve, kemi ofrimin e shërbimeve të ndihmës për viktimat e dhunës në familje, mbrojtësit e viktimave, kemi organizatet jo qeveritare, po akoma
jemi në situatën ku ka një kërkesë shumë të madhe nga qytetarët dhe nevojë shumë e madhe nga qytetarët për të ofruar këto shërbimet, për të përfituar nga ndihma juridike. Vetëm viti 2025 ka treguar që së bashku agjencia me OJQ kanë arritur një numër kogja të madh të ofrimit të shërbimeve të ndihmës juridike dhe kjo do të thotë shumë. Andaj, një që ndihma juridike të jetë edhe më kualitet dhe më e besueshme të qytetarët, sepse ne gjithë jemi dëshmitarë, shpeshherë kemi ndodhur që kur ka një qytetar ka thonë, kjo pa pagesë, do të ka pas një lloj skepticizmi se është pa pagesë dhe nuk mund të ofrohet po i njëjti kualitet që do ta ofronte edhe avokati. Andaj kjo është shumë e rëndësishme. Shërbime juridike si nga agjencia, si nga organizatat jo qeveritare. Kur jemi të kjo pjesë, zotëri Jashari, krizë në sektorin jo qeveritar për të pasur një qëndrueshmëri të mjaftueshme financiare, po sa ka krizë në agjencinë për ndihmë juridike falas, a ka mbështetje të duhur institucionale, mbështetje të duhur financiare që agjencia t'i ketë kapacitetet e nevojshme për të ofruar shërbime juridike falas për qytetarët. Sa janë sot sfidat e agjencisë në këtë drejtim? Faleminderit. Për momentin bazuar në rregulloren për sistematizimin e vendeve të punës, janë parapar 56 pozita, domethënë për ofrimin e ndihmës juridike falas. Rregulloria është e miratuar, por pozitat nuk janë të buxhetuara, çka do të thotë se na funksionojmë me 40 staf, domethënë të agjencisë për ndihmë juridike falas, përfshirë këtu edhe zyrtar të lartë për ndihmë juridike falas, të cilat veprojnë siç e përmendëm në fillim, përmes 7 zyra rajonale dhe 23 zyra mobile dhe klinikës mobile lëvizëse, cila shkon ato pjesë territorit ku nuk kemi zyra dhe ku nevoja e komunitetit paraqitet për ndihmë juridike falas. Tash me këqyr këtë aspekt, domethënë një zyrtar thujse në agjenci për ndihmë juridike falas e ka gjithmonë edhe një punë shtesë. Është i ngarkuar edhe në një detyrë tjetër për shkak të mungesës së plotësimit të pozitave veç se i cekëm. Edhe kjo është normal që merr kohë, krijon probleme në realizimin e punëve dhe detyrat veta që i ka, për arsye se kam marrë edhe me një punë tjetër. Edhe zakonisht ta zonë të zyrat mobile, e kemi një zyrtar i cili 2 ditë është një zyre tjetër, 2 ditë shkon një komunë tjetër, krejt kjo me atë qëllimin që me kanë më afër qytetarëve. Sikur të plotësohen këto pozita, besoj se do të kemi një shtrirje të mjaftueshme të ndihmës juridike falas, tu shtu këtu edhe organizatat jo qeveritare të cilët kemi një bashkëpunim të shkëlqyshëm dhe i përgëzoj për punën që po e bëjmë. Ajo veç e përmeni zonja Rezniqi lidhur me një proces të digitalizimit, ne e kemi provu në pandemi, po për shkak të, si me thonë, komunitetit jo shumë duke mos pas një huri në përdorimin e rrjeteve sociale, plotësimin e aplikacioneve, sende, ma shumë kemi pas, do me thonë, informata dhe këshilla përmes numrit të telefonit pa pagesë, pa ajo që është më rëndësishme, ne jemi në fazën finale të testimit të databazës së re, regjistrimit e lëndëve. Ato është një mundësi e mirë që përveç mundësisë së plotësimit të aplikacionit, zyrtari ndihmës juridike falas, varësisht në cilën zyre është, ka me pas mundësi që të nxjerrë përmes databazës e cila është e lidhur me rrjetin qeveritar, do të ketë mundësi që të nxjerrë dokumentacionin e nevojshëm për palën, ta zonë certifikatat e lindjes, certifikatet e entit punësisë, krejt kjo me qëllim që me hije ka të barën administrative që qytetari mos me pas nevojë me shku në komunë, zyre gjendje civile, edhe besoj që këtë çështje do ta kenë edhe organizatat jo qeveritare, edhe do të jetë një funksion edhe një çështje më e lehtë në drejtësi. A pse kjo mungesë e përkrahjes financiare për agjencinë, ka ndonjë shpjegim?